Pavarësisht lajmeve që na lëndojnë çdo ditë, bota mbetet një vend i mirë për të jetuar, pasi në të ka njerëz që kontribuojnë për të ndihmuar të tjerët. Por, e besoni ose jo, ka edhe njerëz të mirë, shumë më tepër nga sa mendojmë ne, të cilët bëjnë gjëra të pabesueshme, gjëra të cilat kthejnë besimin tonë tek njerëzit. Kur këta njerëz, të vetmit me energji elektrike në lagje, nxorrën prizat që të gjithë të mund të flisnin me të afërmit e tyre. Kur ky ciklist la garën për t'i dhënë kësaj kafshe diçka për të pirë. Kur ky dyqan i pastrimit kimik ofron shërbim pa pagesë tek gjithkush që i nevojitet një kostum i lartë për një intervistë pune. Kur ky ushtar në mes të jetës dhe vdekjes ndaloi dhe u përkujdes për një macet të vogël që ecte aty në vend. Kur kjo vajzë u kthye nga gara dhe ndihmoi një vajzë tjetër që ishte rrëzuar, ajo vajzë ishte kundërshtarja e saj. Kur ky civil i solli diçka për të pirë ushtarit që po luftonte. Kur këta njerëz po prisnin në radhë për të dhuruar gjak pas një shpërthimi në Beirut, Liban. Kur ky djalë zbriti nga motorcikleta për të ndaluar trafikun në mënyrë që kjo zonjë moshuar të mund të kalonte rrugën. Kur kjo vajzë e vogël u vizitua në spital nga heroi i saj, Brian O'Driscoll. Kur ky djalë provoi diçka që nuk e mendonte se do ta arrinte ndonjëherë, mirësia tregoi që ishte gabuar. Secili nga ne mund të bëjë diçka për t'i kthyer shpresën dhe buzëqeshjen dikujt që ka vërtet nevojë.